Jemi drejt për drejt në të shtatë. Na gjeni si zakonisht edhe në YouTube jemi aty live. E gëzonim, besoj e kemi gati. Nëse po, i dëshiroj mirëseardhje në Kosova Live. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Egzon, unë të bëra deputat, tash nuk e di se si është gjendja, tash me deputetin e Egzon Azemi. Alo s'kanë përfundu numërimet në... po. Normalisht mirë, po jam aty ka fundi i listës dikun, po të më thonë ka fundi i pjesës që eventualisht mundet me qenë deputet, kështu që po shpresojmë në më të mirën. Jo, në fakt të gjithë janë kandidat për deputet, a ishte gabimimi, të gjithë janë pretendent për qenë pjesë e kuvendit, kështu që sa për ta përmirësuar atë, sepse jemi mësu të themi deputet me që ke qenë në legislaturën e kaluar, egzakt. Mirë që po ma ndjellë, faleminderit. Egzakt thash se nuk e di sa e dëgjova. Kryesisht Ajda sjell fat, kështu që nëse po është deputet, është fal Ajdës. Inshallah s'dele kundër. Atëherë, egzakt natyrisht ka shumë aktualitete, derisa jemi live që nga mbrëma, po bëhet një debat shumë i ashpër pas tragjedisë që ndodhja, pas aksidentit që përfundoi me fatalitet në autostradën Ibrahim Rugova. Çka po ndodh, Egzon? Pse kjo gjuhë e ashpër, pse ky denigrim, pse këto akuza, kundër akuza të forta, duket sikur do të tashmë vëmendja është e përqendruar kush çka po i thot njëri tjetrit dhe po harrohet ajo në terren. Së pari ngushëllime familjes personave që kanë pësu atë aksident, normalisht është një ngjarje e dhimbshme, por fatkeqësia është që ende pa u përfunduar as e pamja realisht e as hetimet nga Policia e Republikës Kosovës, dalin me konkluza totalisht pavërteta, totalisht perfide kisha me quajt, duke tentu ta shfrytëzojnë një fatkeqësi në mënyrë që të përfitojnë sa do pak politikisht. Akuzat tilla janë sinqerisht... Çfarë përfitimi mundet me pas në këtë pikë, të lutem, sepse kishim edhe debatin më herët dhe ishte theksi aty që thjesht po kërkohet përgjegjësi nga institucionet. Si përfitohet nga një tragjedi e tillë, Egzon? Është e pa falshme akuzat tilla ku absolutisht nuk ekziston asnjë lloj fakti. Unë atë ditë kam pas realisht ka qenë një ndeshje futbollistike mes një grupi të deputetëve të Republikës Kosovës dhe të Republikës Turqisë dhe kam qenë kam udhëtuar në autostradë pikërisht në atë pjesë po atë ditë dhe kam parë me sytë e mi ngjarjen. Çka ke pas? Jo gjatë momentit kur ka ndodhur, por kam kaluar aty diku rreth 15 minuta mbasi ka ndodhur ngjarja. Shumë shpejt kanë ardhur policia, shumë shpejt kanë qenë aty të pranishëm zjarrtheksit. Në atë moment kur unë kam kaluar realisht ende kanë qenë duke tentuar me hap makinën për shkak të aksidentit që ka ndodhur, por është e pavërtet sepse në atë pjesë as nuk ka pasur dhe as nuk ka qenë ajo pra arsye e aksidentit. Për këtë do të flasin policia dhe jam i bindur që shumë shpejt do dalin me konkluzionet e sakta, por e kam publikuar edhe në Facebookun tim një video incizim ku shihet qartë skena, shihet qartë rruga paraprakisht dhe nuk ka as edhe një pikë dheu deri në vendin ku është goditur makina. Pra të dalësh dhe të trillësh në ngjarje ose të keq interpretosh qëllimisht fatkeqësi tilla është sinqerisht e ulët. Madje te ajo video që e publikova, ku shihet shumë qartë që nuk ka pasur dhe në autostradë, e shtova edhe në pjesë ku nëse ju kujtohet, në vitin 2022 është rënuar kulmi i objektit komunës Prishtinës. Aty në gjendje tepër të rëndë, në intenziv për javë të tëra, e me shumë ndërhyrje kirurgjikale në kafk, ka përfunduar motra e një deputete televizit të vendosit. Mirë, po asnjëherë nuk kemi tentuar ta shfrytëzojmë politikisht një ngjarje të tillë. Madje kam qenë i ftuar edhe atëherë në një emision pikërisht në Tër Shtat, që lirisht mund ta gjeni edhe të dëgjoni deklaratën time të çka kam thënë atë ditë. Pra në asnjë moment nuk kemi tentuar nga fatkeqësi tilla me përfitu. Por a dini çka ka dalë mandej te rasti i rrëdhimit të kulmit? Ka dalë që komuna ka dhënë tender për renovimin e kulmit dhe kulmi nuk është renovuar asnjëherë. Egzon, megjithatë, dua të ndalim tek ky rast, ja, pa i përfshirë këto raste tjera, pasaj që po i përmende që ka ndodhur dhe fakt keqësitë të tjera. Tek shembja e dheut, kam pas ankesa të vazhdueshme. Nëse ky rast nuk ka ndodhur për shkak të shembjes së dheut, e kemi një rast tjetër me fatalitet ku 2 gra kanë mbetur
të vdekura pikërisht për shkak të këtij problemi dhe është bërë thirrje e vazhdueshme që Ministria e Infrastrukturës dhe qeveria të marrë diçka, ta pastroj rrugën dhe tjetë të themi kështu gjatë gjithkohës aktive që rastet të tilla mos ndodhen. Dhe ndarja e buxhetit për të pastruar ajo rrugë, besoj që duhet të ndodhte edhe më herët para se të ndodhë një rast tjetër me fatalitet, ani pse jo për shkak të shembjes së dheut, po në atë rrugë. Pra, çështja është që edhe Ministria e Infrastrukturës patjetër duhet t'ia përgjegjësi për këto që ndodhin, apo jo Egzan? Sepse nuk është vetëm përfitim që dikush po dal nga Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se kanë nënshkruar kontratën e re për mirëmbajtjen e rrugëve, por mos harrojmë sepse nëse ka fajtor për ngjarjet e tilla që kanë ndodhur, fajtor janë ata që kanë nënshkruar kontrata 100.000 euro e kanë paguar një pick-up, veç pick-up i thjesht, pa kur farpajisje, dhe me këtë për mirëmbajtje të autostradës. Këto kontrata janë publike. Dhe i kemi pa të gjithë sepse janë publikuar. 100.000 euro Republika e Kosovës ka pagu një pick-up kënste për mirëmbajtjen e autostradës. Qyshe mirëmbajnë autostradën një pick-up? Po, Egzan, a është në rregull që vazhdimisht... Me 100.000 euro i blen minimalisht me çmimin e tregut i blen 3 pick-upa. Do të thonë shteti i Kosovës e ka pagu me vitet tona një pick-up 100.000 euro për kur do heq realisht. Atëherë pse se ndëroi këtë çastje lëvizja vetëvendosje? E ka ndruar Gjë ministri njoftoi për nënshkrimin e re të kontratës së re për mirëmbajtjen e autoudhëve. Po kur ndodhi kjo? Ndodhi pas një rasti tjetër për të cilën pati pretendime që ndodhi për shkak të shembjes së dheut. A kjo është ideja që Po, çështja pati pretendime. Unë po them mund të hyni në profilin tim në Facebook, e shihni shumë qartë videon. A ka patur atë dheja, apo nuk ka patur? Po, dhe Egzan, për ta sqaruar këtë, pra pak më herët në një deklarat, Basha tha që do të presim gjithë të cilin e thatë ju nga institucionet që tregojnë shkaktarin e këtij aksidenti. Ti po thua që disa minuta pas i ke kaluar në atë rrugë pas aksidentit, nuk ke parë dhe gjë që ka mundur të shkaktoj këtë aksident, apo jo? Kjo është ajo që e the edhe e vizualizove nga ajo që ke parë. Absolutisht, me përgjithësinë e plot po e them, kam kaluar aty pak minuta pas atij aksidenti. Nuk ka pasur dhej. Ka dheu në rrugë ka qenë vetëm në vendin ku makina është goditur pra në pjesën mbajtëse që parandalonin rrshitjen e dheut. Pra të ajo pjesa e gurdhë ku makina fatkeqësisht është goditur, aty ka pasur edhe rrjedhjet dheut pastaj pas aksidentit. Mirë po, absolutisht mund të shihet edhe në video inqizimet, as paraprakisht e as në pjesë të tjera, aty nuk ka rrshitje dheut. Pra, aksidenti nuk ka. Nëse eventualisht gjithmonë nëse po flasim, në këtë rast del e kundërta, pra që aksidenti jetë shkaktuar nga dheu, do të marrë përgjegjësi vetëvendosje, do të ketë ndërheqje siç po kërkohet? Unë e kuptoj këtë mlef të opozitës, mirë po me tentu me fatkeqësi të tilla që ndodhin në gjithë botën. Në gjithë botën ka vazhdimisht aksidente trafiku. Madje ne jemi kritikuar jashtëzakonisht shumë se pse policia që e kryen detyrën e vet pavarësisht nesh, sepse ne nuk e menaxhojmë policinë, ne e menaxhojmë ministrinë, por jo policinë. Po i konfiskon jashtëzakonisht shumë lejet periudhat e fundit. Ka pasur deputet nga Partia Demokratike që në fushat tash e kanë akuzuar qeverinë e Kosovës se kënse qeveria po jep urdhër të i konfiskoj patent shoferët ndaj qytetarëve të Republikës për shkak sidomos të shpejtësisë së lartë. Dhe aksidentet e tilla që ndodhin ku shihet qartë që edhe shpejtësia ka qenë e ngritur dhe në nivelet e larta, si mund të jetë të përgjegjëse qeveria. Sinqerisht me akuza tilla nuk besoj që i bëjnë nder as opozitës as opinionit publik. Unë edhe një herë ju shpreh ngushëllimet të sinqerta familjarëve, por jam i bindur që edhe nga hetimet që do të zhvillohen do të dalë që arsyet kanë qenë të tjera. Prapë po them, kam pas rastin të jem edhe vetë kaloj andej pak minuta pasi që ka ndodhur ai aksident dhe kam pa me sytë e mi, sepse përndryshe për besë unë jam edhe vetë familjar, jam vetë babi 2 vajzave, nuk do të kesha kur ndërgjegje dalë në një emision publik e të flasë për një fatkeqësi që mund të ketë ndodhur nga një dëm
që eventualisht ka mundur të shaktohet nëse rruga nuk do të ishte e mirë mbajtur. Okej, ata na mbetet që të presim. Vetëm jeni shikoni videon në profilin tim në Facebook dhe është totalisht e qartë se a ka qenë rruga e dëmtuar apo jo. Po, Egzon, duam të pyesim pak para se ndoshta ta përfundojmë, ta pyesim pak se natyrisht që pati kritika, kjo ndodh gjithmonë me opozitën, kur ndodh diçka ka kritika për ata që janë në qeverisja, se punët duhet bëhen më mirë. Por me që ky rast ishte shumë tragjik dhe ka përfunduar me fatalitet, a do duhej që diskutimin në për rrjetet sociale në Facebook të kthehej në këto akuza që shëndodhi mes Përparim Ramës, Dimal Bashës dhe Dejona Mihalit. Diskutuan pak a shumë që akuzat e Dejona Mihalit ndaj kryetarit Përparim Rama ishin goxha të rënda, duke e cilësuar edhe atë si një përtërues të narkotikëve, dhe dua të marrë një mendim tuajin. Po përbes zoti Rama në vend të mirët me problemet e kryeqytetit për cilat është i thirrur, Prishtina është në një katrahurt vërtet në shumë aspekte, qoftë janis prej mbeturina, prej problemeve në trafik, e shumë probleme tjera. Zoti Rama po e luan më shumë rolin e një opozitari ose një deputeti opozitar se sa kryetarit e kryeqytetit. Do të ishte krejt në rregull, sikur të mos ishte në pozicionin ku është. Por nuk është detyrë zotit Rama tashmë kritika ndaj qeverisë qendrore, por detyrë e tij është qeverisja në qeverinë lokale. Por kur këtu mungohen rezultatet, normalisht që tentativa e tij është ta mbulojë dështimin me propagandë kundrejt qeverisë, e madje duke rënë nivele kaq të ulta, duke tentuar të shfrytëzohen edhe jetët që humbën fatkeqësisht në aksidente trafiku, për ta luftuar qeverinë e lëvizjes së vendosur. Kjo flet shumë për nivelin e zotit Rama. Dhe pra po them, ne nuk ja kemi këtë përdorur. Atë vras, atë gati thuaj që vdekjen e një vajze 22 vjeçare, që ka ndodhur me një tender që ai vetë ka dhënë, edhe nuk janë kry punimet për mirëmbajtjen e kulmit. Kulmi i komunës Prishtinës ka ra. Kulmi i ndërtesës ku jepen leje të ndërtimit ka ra. Edhe nuk e kemi përdorur këtë për ta sulmu politikisht. Po, Egzon, pse u deshtu të fshihet në këtë debat Dejona Mihali? Do më thënë ishte çështja e Përparim Ramës me Dimal Bashën. Do më thënë drejt për drejt për të ishte. Po, pse u desht, juve më shumë ju pengon Dejona sa kryetari i kryeqytetit që mirret me çështje që si takojnë. Vetëm nuk është gjua e Dejona Mihalit, nuk është për të penguar, dorën zemër. Nga kushdo që do të vinte ajo gjuhë, Egzon, që të jemi korrekt. Dakord, mirë, po ndryshe do të ishte sikur për çështjen e rrugëve të flisnin liderët opozitar apo deputetët opozitar. Edhe prapë e them, nuk do të ishte prapë e ishme që të keq përdoret një fatkeqësi që ka ndodhur në komunikacion për betejat politike. Por nëse bashkë edhe kështu duan të veprojnë. Por jo këtë tanis kryetari i komunës Prishtinës, që domethënë veç nuk ka kaluar një muaj e gjysmë prej kur është shemb një rrugë të tërë, nga lejet e paleqshme që po i dhojnë, nga veprimet e paleqshme që po i bëjnë bashkë me kompaninë ndërtimit. Prandaj ju lutem që ta hedhni më shumë syrin edhe te kryeqyteti, të shihni se sa rrugë në Prishtinë janë rënuar totalisht, janë shembur, pra sa shtëpi janë shembur gjatë këtij mandati të Përparim Ramës. Shambje, pa mos e baj problem fare, kemi folur edhe për shambje. Vetëm shikoni sa rrugë, sa shtëpi janë shembur, vetëm gjatë këtij mandati të Përparim Ramës, dhe atëherë mbase do të kishte drejt flisë sigur të mos ndodhin këto në Prishtinë. Do të pyesim edhe për çështjen e ka përfunduar në Gremina pas shembjes së dheut, sepse po japen leje në mënyrë të paleqshme nga një grup i interesit që është ekziston sot në komunën e Prishtinës. E kuptojmë ku e keni çështjen. Do të pyesim edhe për çështjen e presidentit, po foli Kurti pak më herët, besoj jemi okay. Veç nëse ke ndonjë informacion tjetër për te Kurtit, çka tha? Ajo që ka thënë zoti Kurti, që normalisht është kryeministri i ardhshëm, i tashëm, edhe i ardhshëm normalisht, normalisht është edhe ajo që ka e përfaqëson lëvizja e vendosur. E qartë. Egzoni, të falenderojmë shumë për këtë inkuadrim. Përshëndesim. Ju falenderoj.